Dhe ja ku jemi prapë bashkë, tek pjesa e fundit, tek pjesa e kuzhinës, për të provuar gjona shishme të shnetshme, ku vetëm nutricionistja dhe dietologe Albulena Shabani Lazi din me na bë për veti, e me na mësu me ushqy, e me ndru shprehit. Ushqemi shpejt, ushqemi pa shnetshëm, por dhe shpenzojnë shumë duke dëmtuar shëndetin. Me këshilla që na jep Lena çdo javë, përveç janë këshilla të përditshme që mund t'i praktikojmë çdo ditë me produkte që i kemi në shtëpi, që nuk janë të shtrejta, ato nuk na dëmtojnë shëndetin dhe na bajnë me jetu shnetshëm dhe çka është më rëndësishme me humb peshë më lehtë. Lena është tash me mua, mirë se erdhe Lenë. Mirë se gjeta, faleminderit gjithmonë edhe përgjithsisht e çdo ditë për mundësinë që më jep zgjidhje të dura në kohën e duhur. Absolutisht, kjo është idealja që a bën ti. Tash jemi në ditë nxehta dhe Lena ka vendosur me na pru një pije me gaz, ashtu si shumica i preferojnë, por që i blejnë dhe janë jo të shnetshme, por që do ta bëjmë një pije me gaz, me minerale, me vitamina të fermentuara në kushte shtëpie. A na tregon pak më shumë? Realisht shumë mirë e the, na çdo herë po mundohem mi bo ato të paketumen, të konservumen, që na realisht i kemi modifiku viteve të fundit, po mundohem mi jep mësime edukative me ato përbërës që i kem shpe, me bo edhe në kushte shtëpie. Qëllimi kryesor është me fillu të pakten edhe nëse na vetë si prindus e tritur nuk e shohim të arsyeshme, të pakten mi eduku fëmijët, që edhe me sill breza që ushqehen mirë. Pse e fermentume, pse çdo herë po fokusona shumë te fermentimi, qoftë për probiotik, qoftë për shembull tash një pije të fermentume, problemi është se na kemi bu modifikime shumë të mëdha, sa herë ku më thonë ndër vite me ushqimet të gatshme, me konzervativ artificial, me aditiv artificial në ushqimet që i përdorim çdo ditë, dhe kjo ka pru si rezultat problemet shëndetësore që i kemi secilën herë në rritje, si problemet metabolike dhe problemet autoimune. Për shembull, diabeti, sëmundjet kronike, hipertensioni, problemet me zemër, mandej edhe problemet për shembull autoimune edhe hormonale, alergjitë ndryshme, edhe problemet me hormonet ndryshme si çdo herë më shumë, e mbi të gjitha mbi pesha. Për shembull, trupat në vendin tonë nuk janë kanë me format ndryshme, nuk ka pas fryrje barku, nuk ka pas kaq shumë mbi peshë. Normal kuptohet janë shumë faktorë, por kryesisht është ajo që unë përqendrona më shumë te dhe jam shumë e bindur 100% që këtë çrregullim shumë të vogël e kemi bërë te sistemi i tret, kemi bërë këto ndrime dhe kemi ardhur ky përfundim. Kjo është arsyeja pse po fokusona shumë te probiotik, për arsye se kjo pije për shembull sot ka mu fermentu edhe me kalum probiotik natyral, edhe një pije gazume, po ka me pas probiotik natyral që kanë më ushqy mikroflorën tonë, ka me ndiku përveç me regullu probleme me konstipacion, me regullu tretjen, me plotësu dëshirën për një pije të gazume dhe të mbelësume, edhe të njëjtën kohë, më thonë, me ranë peshë. Kur po thu fermentu, se po t'inglon ashta ka me konë zërë, ka me konë procedurë, a na spjegon pak? Është shumë e lehtë, realisht baza e fermentimit është fruti i pjeshkës, për arsye nektarina faktikisht. Kemi zgjedh nektarinën për shkak që është sezonale, vetëm sa kanë fillu më bo. Arsyeja pse kam përzgjedh nektarinën është për shkak që përmbahen peptin, është një lloj fibre që i ushqen bakteriet probiotike, lactobacillus në bifidobacterium, edhe të njëjtën kohë përmbahen beta-karoten, jemi në kohën që kanë ndryshuar temperaturat, përveç SPF-it na duhet me përdor edhe beta-karoten natyral që më mbrojt lëkurën nga faktorët e jashtme, nga rrezet e diellit, gjithashtu përmbahen vitaminë C që ndikon për me përthith kolagjenin nga lëkura. Nektarinat përmbajnë edhe minerale të ndryshme, gjithashtu magnezin, kaliumin dhe përmbahen edhe vitaminë K, që është shumë e rëndësishme personat që përdorin vitaminë D3, është shumë e rëndësishme me marrë edhe nektarinën për shkak që ndikon me përthith vitaminën D3 mjaftueshëm. Është me lëkurën e produkti i ri, po, komplet, është produkti i ri, po. Sasia e fibrave kryesisht janë në lëvorën e nektarinës. Është produkti i ri që kemi përdorë dhe e don tradita me sqaru. Tash unë këto i kam fermentu paraprakisht. Tash mundet me thonë dikush që Albulin na nektarinën tash, po dimrit se kemi nektarinën, edhe qysh me bona këtë pjetë gazume e dimrit, unë këm dash mi dëshmu që mas 9 muaj vishnjet
i kom rujtë në frezë, dhe ato i kom fermentu, dhe më thonë një pije e kom fermentu me nektarin freskë, edhe një me vishnje që me demonstru që mujna në çdo kohë me bo pije të gazume. Dhe më thonë një vishë, sasi ja e fundit e vishnjeve që kom rujtë, po. Qësh duhet, dhe më thonë krejtu përbërës tash e demonstrojmë qësh fermentohet, po duhet mu rujtë deri në 4 ditë. 2 deri në 4 ditë. Nëse përdorim, kësaj pije kemi mishtu sheqer. Nëse përdorim sheqerin e bardh, fermentohet ma shpejt, po na këtë rast kemi zgjedh me përgjedh sheqerin e kaf, për shkak që përmba ma shumë minerale dhe fermentohet në këtë rast ma ka dalë. Pasi që kalën 4 ditë që është fermentu këto, atër e mbyllim kapakun, se zakonisht gjatë fermentimit e lojmë të hapur, edhe mbullojmë me diçka që mos me pas faktor t'jashëm, e mbyllim kapakun edhe lojmë edhe 2 ditë tjera në frigorifer. Okej, para se me përdor. Po, para se me përdor. Do me thonë 6 ditë? Po, tërësisht 6 ditë edhe bëhet një pije e gazume. Pije me gaz. Tash procesin pastaj e spjegojmë. Okej, ta shohim njerë si duket. Vetëm t'ja tregoj se ç'është duket edhe shfrytëzon rastin sa ronda me pije. Absolutisht. Momenti që e pres. Kjo është pjeshka. E kullojnë për shkak të mbetjeve të... Po nësë dikuj që nuk i pengan, mundet edhe milan, mi bo edhe në blinder, si pas dëshirës. Muj me ngri edhe si akullore. Po. Për shambull fëmijëve mjave apo. Ideale. Po zakonisht për shkak që kemi blu pjeshkën, kjo sasia ma e matë. Mbetet më shumë. A do të një luk? Jo, pe largoj këto krejt komplet shto, që mos na merë ku. Po. Okej, kjo është me pjeshkë. Apo? Kjo është me pjeshkë. Realisht i ka pjesa që du mas shumë të në emision. është 3 ditë që e kom fermentu, ka hapësirë me kalu prap, nuk e kum lona la në frigorifer, po mu bua tu gazi maksimal. Nuk ka arrit nashta atë gazimin, kur arrit, kur komplet sheqeri, prej mikrobakterjeve që ndodhët, e konsumojnë komplet sheqerin edhe e kalojnë gaz. Në thonë, nuk mbetet absolut sheqer. Pas tash vazhdoj me procedurën, sa respjallona këtë pijen se... Po, këto i rigati, onë unë jam me kujdeshme ndaj këtyne. Okej, tash fillojmë se si bëhet, se si mund ta përgatisim të shtëpia. Do me thonë, përveç që duhet ta kemi një shishe qelçi që mbyllet mirë, po e them hermetikisht, në mënyrë që të fermentohet pastaj, na nevojiten edhe produktet që Lena i ka sjellë sot, por jo domosdoshmërisht, fermentimi i pijeve mund bëhet edhe me produkte tjera, por ne sot kemi vendosur ta bëjmë. Baza është nektarina, pastaj që duhet patjetër, sheqeri, patjetër edhe limoni. Pastaj këto tjerat krejt janë opsionale edhe që i shtojnë vlerë. Fillimisht marrim langun e limonit. Për 1 litër e gjys, 1 limon, një sasin e langut e limonit. Kuptohet edhe ndihmon fermentim, po të njëjtën kohë edhe për shkak që përmban vitaminën C, edhe antioksidant, ndikon të njëjtën kohë për me rrit imunitetin. Pastaj e shtojmë sheqerin. Sa? 3 lugë sheqer. Për 1 litër ujë. Po. Për herë të parë Lena na ka rekomandu sheqer me përtu. Edhe të bukasimite. Edhe të bukasimite, një sasi e vogël. Edhe ujë. Sa ujë? A është 1 litër aty? Kjo është 500 ml, po normal që du të më mbush komplet shishja. Po e qesim pastaj. E shtonë. E përzi mirë, kuptohet që sheqeri i kaft pak ma ka dal shkrihet. Pastaj i shtojmë nektarinat. Me i pastru mirë? I pastruj mirë, po jo me detergjent, jo me ufull, jo me sot bukës. Me qka? Vetëm me ujë? Për shkak që mundet me degradu enzimat edhe me prish procesin e fermentimit.
Me kështu, çdo herë, jo për vetëm këtë recetë, me çka si pastron perimet pemt Len? Për shembull, në një enë, thellë, e mbushi 5 litra ujë, një lugë gjelle ufull molle, e një lugë të mesme kafës, sot bukës, jo mi la me qëndru, po vetëm sa mi pastru, frutat edhe perimet që me njëherë kam i përdor. Jo mi pastru edhe mi la në dollap, as njëherë. Për shkak që ato pesticidet që i qiten për me rujt nëse veç kanë ose hormonat, ato buhan për me rujt frutin. Fruti është mësu me ato, edhe në momentin për shambull që na e pastrujme dhe rujmë, atëherë normal që mundet me pas kontamine ma shpejt. Më thonë me i pastru në këtë mënyrë vetëm kur dojmë me i përdor. Vetëm ato që dojnë me i përdor. Sa minuta? Jo gjatë me lanë. Para se mi përdor, më thonë nëse do me bo smoothie ose qka do që përdojnë. Për shije edhe për më ndimu në fermentem e shtoj mentan, e kemi thonë sa herë që menta ka veti antioksidante, ka veti qëtësuse, ndikon edhe në parandalim vjelljes, mundimit, karamfil për antimikotik, antibakterial dhe gjithashtu dhe kjo ndikon qëtësim në sistem nervor. Kanele, për shkak të edhe shijes, po edhe që ndikon shumë mirë me stabilizu sheqerin në gjak. Persona që kanë diabet, këtë pije të gazume, të fermentume, duhet mu siguru që ka kalu 6-8 fermentem para se me përdor, për arsye se mundet me ndohë që me metë mbetje prej sheqerit edhe me ndiku me rritë sheqerin gjak. Tash, për me njanu këtë problem, atëherë unë kom vendos me shtu kanelën që nëse kam mbetje prej sheqerit, kanela ndikon me stabilizu sheqerin në gjak. Dhe lemon i preme, një gjys lemoni i preme për shkak të fibrave që i përmbajnë. Gjatë fermentimit të sheqerin natural që i përmbajnë limoni, liron edhe fibrat që i ka në lëvorën e limonit, bioflavonoidet kryesisht, edhe ndikon që tamon mu kompletu një pije probiotike edhe prebiotike me fibra që ushqen bakteriet kryesor që ushqen lactobacilli dhe bifidobakterë në zorë. Pas 6 ditëve kur bëhet komplet fermentimi, duhet ta përdori me njëherë kur e hapim ma ditë, apo mund të qëndroj disa ditë në frigorifer? Mundet me qëndru edhe ma gjatë, për shkak që ka aditiv natural. Tash që kemi me bu, normal këto kemi me mbush komplet me ujë, edhe kapak i mbetet i hapur. Jo i mbyllur për 4 ditë. Këtë kohën duhet me përcjell, për shkak që i shohim ato fluskat, nëse dikush e donë ma shpejt, edhe s'ka durim me prit, mundet me lanë furr për 4 orë me 50 gradë, po me mbulu mirë, me mbështjell që për mu fermentu ma shpejt. Për shembull 4 orë arrin i kalan një ditë faktikisht. 4 orë edhe një ditë me lanë në kushte normal, në temperaturë dhomës fermentohet pak ma shpejt bëhet fermentimi. Kështu që e lëm hapur, por e mbështjelli me një peceti në ose diçka. Më thonë, 4 ditë nuk e hapi mas njerë me e shiku? Muj me shiku, pa problem. Muj me hap komplet, mund edhe me mbyll ndërkohë, po kryesisht është mirë për shkak që me marë ajer edhe mu zhvillu komplet bakterit. Njëjtë sikur edhe kefir bëhet fermentimi ma shpejt, dhe mujna edhe me mbyll. Vetëm që nga dalësot fermentimi. Ditën e 4 e mbyllim pas taj komplet, e largohim prej mbështjellësit që ka pas? Ditën e 4 si sot e kullojmë komplet edhe e lojmë frigorifer edhe 2 ditë tjera. Edhe është e gatshme me pi. Ose dikon për shembull në temperaturë dhome nuk është problem. Dikon një vend të freskët. Me që ka edhe natural sheqerin edhe sheqer të shtuar, nuk rekomandohen ndoshta shumë gota në ditë? Jo, maksimumi 300 ml për fëmijë 150. I ra vati, nëse nuk i bin pemë dhe perimet, i bjen vati. Që këto e ki vati Linë. Në vazhdo javi bjen të shka Linë. Mirë mikrofoni që s'pët bjen Linë, po nutricionist jam e kërkune momentalisht, jam e traja. Po ishe të këthonë që pasi që e përdojmë, nuk gudzojmë ma shumë se 300 ml. 300 ml, maksimumi 500 për persona që nuk kanë probleme me diabet ose me sheqer.
Kështu që buhet e shishme, është kuptohet shumë e shëndetshme, muj me shti me ngrin ato kupzat e akullit, edhe me shtu nuj, muj me shfrytëzum në çfarë do mënyrë, muj me shtu të smoothie, nëse përgatitim smoothie detox, muj me shtu si ujë të smoothie, edhe është i sigurt me majt edhe me veti në gotë ose në qelë që nuk prishet. Sa ma shumë që thartësohet, ma shumë arrim vlerat probiotike dhe prebiotike. Qëllimi është mi arrit pa tjetër, unë i shtoj shumë përbërës, për mi arrit vlerat ushqyese edhe për me regullu sasin. Zgjidhja është normal të jo, muj me marrë vetëm pjeshkën, që she tham, sheqer në limonin, mjafton, fermentohet, po këta përbërës që i kemi shtu ekstra jom vetëm për me rrit vlerat, po edhe kuptohet më bo një sasi duhur për trupin. Po, me që ka probiotik dhe prebiotik, rekomandohet që ta kemi barkin pak më esëll, nështë ajo komplet esëll, por ndoshta para bukës që ta konsumojmë? Para ushqimit. Para ushqimit, po. Në që ta ketë atë efektin? Para me ushqim, pas ushqimit, çfarë do kohë, po bën, dhe më thanë si pije parë, para mëngjesit o fjolla. Se prita kur pëthu me zëvëncu kafe. Se esull e kemi këtë pijen, esull, me nis ditën, me vazhdu ditën, me përfundu ditën, është kjo pija magjike. Një pije të tillë lene që a gjonin në makinë, në banes, në zyre. Të familja jo. Të gjithkone kena edhe lena vjen gjithë në zyre që të menet si bëpallin. Dhe shtona vjen gjithë përgatit, edhe kjo përveç shëndetit në organizmin e brendshëm, kujdeset edhe për lëkurën tonë, për tenin tonë, që me na shkëlqy, nuk po e marrë njëherë desa ta pikët langun. Len, faleminderit shumë për këshillat, për me këthy pak kështu në hajgare më abete, nëse për kur gjas kena më majt men, është një onë ty i provu ushqimet tua, edhe ty të trojtë zanet pitores. Ne me t'janë gjithandej. Len, faleminderit shumë për një me për këshillat që na jep edhe që na bën shprehi të ushqimi shëndetshëm. Faleminderit shumë edhe për mundësin. Edhe këtu incidentet e vogla janë se unë e kam princip, nuk du as mu po, as nuk më intereson që shina, e nësish më është me më dëgju, edhe mi marë mësimit. Kjo është shumë më rëndësi. Këtu e në gjanat vogla që na relaksojnë edhe neve, për të njëjtën kohë relaksojnë edhe publikën. Faleminderit shumë, Len. Për ndryshe dashur meq, për juve që keni interesim me pas një kontakt pak më të gjatë dhe më të thellë për gjendjen tuaj, qoftë për me shtu pesh, qoftë për me hum pesh, qoftë për me ndru shpërritjet e ushqyerit, qoftë për të ndihmuar fëmijët tuaj që për kundër moshës që kanë janë pak më obez për nga pesha, mund ta kontaktoni Lenën direkt në faqet e saj me Lenën, në Instagram, në Facebook, në TikTok, kudo, gjithmonë aktive, gjithmonë e gashme me këthy përgjigje, me kriju plane individuale për secilin për juve. Lenën e gjeni te familja jonë, po ashtu e gjeni tek Poliklinika Da Vinci në Fushë Kosovë. Kjo ishte edhe materiali i fundit që kishim për sot. Provojeni patjetër pijen me gaz të fermentuar në kushte shtëpie, me që ka probiotik dhe prebiotik dhe na nevojitet shumë, sidomos për gjitha ata që shpesh përdorin antibiotik, medikamente, zorëve të tyre u duhet një pije e tillë magjike, si shtat edhe Lena. Ne do ndahemi këtu, do takohemi të dielën e ardhshme në ora 16, gjithmonë me materiale të ndryshme. Patjetër që ju ftoj me ndjek kanalet Kolektan, përgatisin materiale e emisione të ndryshme çdo herë për ju, e neve mund të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, në YouTube, në Facebook, në Instagram dhe në portalin Familja Jonë, çdo herë 24 orë në 7 ditë jemi aty për ju dhe për të përgjigjur çdo pyetje që ju keni përmes ekspertëve të fushave të ndryshme. Mirëmbëjtje dashur miq, faleminderit që jeni çdo herë me neve.